do të flas për një dy vese të cilat ne si njerëz zakonisht i bajnë. Nëse se bajnë parën, dytën kemë me bajnë. Dhe këto vese janë ato të cilat e prishin edhe individin, edhe familjen, edhe shoqërinë. E para është kërkim borxhi. Shumë prej njerëzve marrin borxh, kërkojnë borxh dhe harrojnë atë. Ose e bën me qëllim ti marr parë borxh e kur mos t'ia kthej më. Dhe kjo ka të bëjë shumë me ne si shoqëri. Edhe me ardh dikush me të lyp parë borxh, edhe nëse i ki me babirreshë mos m'ia dhon. Për arsye se i bindur që s'ti kthen, edhe ki me pas ndonjë telashe me atë njeri. Dhe kjo është një ves shumë i shfaqur tek ne. Shumë njerëz që anku borxhin s'kan mujt kur me kërku. Edhe i kanë dhënë dikujt borxh edhe s'kan mujt kur me marr prej atij. Dhe neve pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë na ka kërcënu. Edhe shumë hadithe për këtë punë ka fol. Thot Xhabir radiallahu anhu, një prej shokëve pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka vdek një prej sahabëve. E kemi la, e kemi qefinos, e kemi pregadit, Resulullahi gjenazet mja fal. Ka arë pejgamberi alayhi salatu wasalam, po thot, a ka borxh ky njeri? Pi thojnë, po ja Rasulullah. Po thot, le t'ja fal gjenazën dikush tjetër, po jo unë. Thot, unë nuk e fali këtë gjenazë. Gjenazja që ka borxh duhet familjarët, rreth, nëse dikush me marrë përgjegjësi, për ndryshe Resulullahi nuk ja ka fal gjenazën. Se i kin hak dikuj. Ja ke marrë dikuj njerëzën e tij, ja ke marrë parën e tij, e ke rrejt ose e ke mashtru ose e ke tradhtu, në disa forma më parën ja ke marrë. Dhe u çu një prej sahabëve e Bukutade, pi thot ja Rasulullah, borxhi i ti unë e për marr. Është mbi mua. Atëherë pejgamberi ja ka fal gjenazën. Dhe të nesërën e ka pa e Bukutadin, për dhe pejgamberi e satu sram, çka o ba me borxhin? Thot, ja Rasulullah, po djekin a vërros, e dhe i loj borxhin. Për dhe borxhin, pejgamberi për dhe borxhin, e ke marrë në qafën tane. Mas disa dite e ka pa për dhe Bukutadin, çka o ba thët me ta 2 dinar. Hiq ma shumë borxh, 2 dinar. Nuk ka lidhje a borxhi madh, a është borxhi vogël, a është borxh, pikë. I ke hinë hak njeriu. Thot tash e Bukutade, edhe ja ke shliru shpirtin e tij, edhe ja ke frisku ilkurën e tij në varr. Një ditë tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke ia fal gjenazën dikujt mas një kohe, po thot që ky njeriu që është i varrosur këtu, ky njeriu ka vdek edhe ka borxh. I ka borxh dikujna. Allahu dhul xhelal shpirtin e tij e ka pengu. Në xhenet mos me shku, për shkak se borxhin nuk e ka pagu. Allah i këta ka ishte të denu. Për ju thot familjarëve, ose pagun e borxhin, ose lënë njeriu le të denohet në varr. Jo që është dëni vendosni. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, ai njeri i cili merr borxh, me njerë që me la borxhin, Allahu dhul xhelal do t'ja lecon rrugën me la borxhin. Ai njeri i cili e merr borxh, me qëllim që veç me plaçkit, ose me mashtru, ose harashmiqit, dije që Allah i dhul xhelal edhe në dunjat edhe në varr ko me denu, e lemo në ahiret, Allah i di çka ko me bë me atë njeri. Dhe pejgamberi ka thonë, nuk duhet njeriu me marrë borxh. Veç në për raste shumë trana. Mos u bësh shumë i lehtë merr borxh aty 2 dinar ti, 10 euro ti, 5 euro ti, 50 euro ti, 100 euro ti. Ato e harron e këto se pagunë ato, hajtu se ky s'o kurgjë. Nesër ki me vdek. Zoti dhul xhelal në varr ko me denu. Për shkak që borxhin diku ja ke vonu, ose s'ja ke pagu, ose ke harru, ose me qëllim s'ke dash m'ia dhon. Kjo vesi parë që neve po na ka plan si shoqëri. Kënë donë që të veç, thot filanim ka borxh nuk më ka dhon, filanim ka borxh nuk më ka dhon, filani kujdes mos me hini për borxhe. Kjo është e para. Vesi dytë, shumë herë njerëzit po i nim, his po rrihet për shtëpi, his po rrihet u babaja diçka. Vllazën, xhamat, musliman, ju me abdes, o njerëz, Allahu dhul xhelal neve në Kur'an na ka thonë, pejgamberin na ka mësu, me këtë ajet Kur'anit me punu, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Bani vaki me një me të shkut, mirat e Allahit mi numru, kur s'kemi mujt mi listu. A disa të mirat ka thonë Allahi dhul xhelal, je i lirë shpitane, je në kulmin tënë, je me familjen tënë, je i lirë,
del kur dush, hin kur dush, ki me hangër bëd, e me flej, e me pushu, e me leviz. Pse tu ka bë baja? A e di pse u bë baja? Se ju ka bë dhe dikuj ma herët baja. Poplit sebe ka qenë një popull që e shqujt në emin sebe, Allah i ka qu të natë mirat, jëna në ku për të mija që Zotë jev ka qu, e Allah i ka shkatru. Beni Israel në kohën e Musës a.s. Allah ju ka qu ushqim, shumë, po thojnë la nësbiru ala ta'amin wahid. E qysh me duru na veç me qësi ushqime? Allah ju ka qu ushqimet e shumë ta. Prandaj Zotë jev ka nal edhe i ka denu. Musu ankoni për të mirat që Zotin e ka qu. Musu anko për shpinë që Zotit ta ka dhuru, edhe vlat që në shpi i ki, edhe ato të mija që Zotit i ka qu, se vallahi Zotit kom e denu dhe ato kom e t'i largu. E Allah i në Kuran për dhët, wallahu gjeale lekum fi bujutikum, se këna Allahi dhul gjelal e ka ba që në shpijat e juva, me qenë qetë, me qenë të relaksun, me qenë komod, me qenë të rahat, vish pitane i rahat, nas një vend si rahat, as rrug, as restoran, as me da me shetit, as musafir. Kur të shpitane ki mështiru, e rrinë qetë, e rrinë i pëshushur, se Allah e ka bë prej kati së të qetë, në shpitane me ka një qetë. Andaj, falenderën e Zotin, ta falenderojmë Zotin, unë edhe jo, për këtë të mija që Zotin e ka dhuru, mos t'ja nisëm këto mi mohu, e gjitha këtë të mija që Zotin e ka qu, me thonë, kur gjë së kjo, kur gjë shëndeti, kur gjë fëmija, kur gjë puna, kur gjë shpia, kur gjë vetura, se vallahi pastaj kur gjë kom e met, e kom e t'i hek Allah i krejt, e pastaj musku katë, se tani është vunë.